2 gra humbën tragjikisht jetën në një aksident të rënd në autostradën Ibrahim Rugova. Viktimat janë Orda Sinollari dhe Elisabeta Katia. Kjo e fundit e njohur në mediat shqiptare si eksperte ekonomi. Ngjarja ndodhi pas një përplasjeje mes një makine dhe një kamioni ku për fat të keq të 2 gratë humbën jetën. Ndërkohë, shoferi i kamionit ka pësuar lëndime dhe aktualisht po merr trajtim mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës, sipas informacionit të dhënë nga autoritetet shëndetësore. Rastin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Sipas zëdhënësit Bati Kelani, aksidenti ndodhi në kilometrin e 26 të autostradës Ibrahim Rugova. Në këtë ngjarje ishin të përfshira një makinë me targa të huaja dhe një kamion me targa vendore. Fatkeqësisht, aksidenti solli pasoja fatale për të 2 gratë, sa Kelani. Autoritetet po vazhdojnë hekimet për të përcaktuar shkaqjet e sakta të aksidentit dhe rrethanat që çuan në këtë tragjedi, ndërsa qytetarët dhe komuniteti janë tronditur nga humbja e 2 grave. Në mediat sociale dhe në komunitetin e ekonomistëve në Shqipëri, lajmi për vdekjen e Elisabeta Katiaj ka shkaktuar reagime të shumta, duke nënvizuar rëndësinë e kontributit të saj në fushën e ekonomisë dhe ndikimin e saj në publik. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.